Me qënë se nuk e kishin për replik, unë thjesht dua të them që situata nuk është kaq. Rregullat i vendos kryetari i kuvendit dhe në këtë rast më bie mua atje. Do doja kurse si ta shikoja situatën kaq zi, sepse fenomenin e plakjes popullsisë, fenomenin e migrimit, patjetër që nuk e relativizojmë ne se po e krahasojmë veten me Gjermaninë apo me vende të tjera, por është një fenomen që e kanë të gjitha vendet e Ballkanit. Tani, ajo që unë do doja të ndaja me ju dhe si një mendim edhe të nxitur nga të tjerët është, normalisht që brezi i ri do largohet, sepse nuk do largohen pensionistët. Pensionistët po na vinë që të jetojnë në Shqipëri, edhe të huajt pensionistë. Ajo që unë do thoja është që a mundemi ne të krijojmë kushte të favorshme që në këtë moment që jemi e në vazhdim ta shohim diasporën shqiptare, që është pothuajse sa është jashtë dhe brenda, të rinj shqiptar që kanë kontribuar prej vitesh jashtë dhe tani mund të jenë në moshë të mesme, t'i shohim si faktor bashkëpunimi dhe kontribues për vendin tonë. Kjo është frymën e sepse ajo është prodhuar gjatë këtij 35 vjeçari. Dhe ata kanë ikur që lam ju mua, unë juve. Ju lutem. Ata kanë ikur në këtë 35 vjeçar dhe keni të vështirë t'i ktheni. Atëherë, përpjekja jonë, pensionistët për pleqëruar. Përpjekja jonë do jetë kjo. Dhe unë ju garantoj që të paktën në ato komunikime, kontakte që kemi, jo vetëm unë, se pothuajse janë kontakte që janë krijuar dhe sidomos pas mbështetjes votimit që bëri diaspora herën e fundit, padyshim që strategjia e bashkëpunimit me diasporën me të gjitha moshat do të jetë tjetër. Pra në qoftë se ne kemi parë edhe kemi vlerësuar diasporën simbolikisht dhe ato na kanë vlerësuar shumë ekonomikisht në lidhje me remitancat, tashmë strategjia do jetë komplet tjetër. Ajo që ka propozuar ministri i jashtëm, padyshim që është një program pune shumë, unë do ta quaja shumë ambicioz për t'u arritur, por edhe ajo çfarë unë dëgjova në 3 ditë të bashkëpunimit, por jo vetëm këto 3 ditë të summitit, por në bashkëpunimin e vazhdueshëm që kemi pasur, do të thoja shumë tepër intensiv gjatë votimeve dhe pas votimeve, pra nuk mund të them që përpara votimit të diasporës, pra kur u mora i vendim që edhe diaspora do të votonte në zgjedhjet e përgjithshme, ne kemi patur një shkëmbim kaq intensiv. Pra, ky ka qenë një fenomen që jo me shpresë, nuk është çështje shprese, është çështje që qëllimi i të gjithëve ne duhet të jetë që atë bashkëpunim që ne deri tani nuk e kemi patur në nivelin që duhet, duhet ta kthejmë në një partneritet të fortë ekonomik, kulturor, gjuhësor, pra ne duhet të jemi faktorët nxitës qeveria dhe ne të gjithë parlamenti shqiptar për trashëgimin e gjuhës shqipe. Për një botë shqiptare. Ekonomik, po patjetër, dhe duhet krijohet një rrjetëzim ashtu siç janë disa rrjete, sepse ne nuk kemi shumë informacion. Ajo që na duhet kemi një database shumë të saktë, sepse dëshira është shumë e madhe e atyre për të bashkëpunuar dhe për të investuar. Kushtet që ne i krijojmë me programe të tilla, qoftë edhe paketa e maleve, qoftë edhe varianti i ofruar nga qeveria dyfisho biznesin tënd, janë programe dhe variante që i hapin dritaren të gjithë këtyre njerëzve, të gjithë trurit që ne e kemi jashtë, të investojnë në të gjitha fushat, në teknologji, në informacion, në ekonomi, në kulturë. Pra, ne nuk e dim, asnjë nga ne nuk e di se sa i fuqishëm është ky diapazon, kaq i madh, i forcës së diasporës jashtë për të ardhur në Shqipëri, për të përmirësuar edhe këto problematika që ne diskutojmë në këtë tryezë. Nderuar zonja Skahiu, ta mbaroj edhe këtë fjalin? Po, patjetër. Se u përmend shumë sektori bujqësisë. Ju e keni parë dhe ndoshta edhe mund të etiketohet kështu si qasje që ne tani po dalim dhe po flasim e po bashkëbisedojmë, por në fakt, ky proces i integrimit, ju e dini shumë mirë, që nuk mbyllet në parlament, nuk mbyllet me votimin e atyre ligjeve që ju përmenda unë. Ky proces i integrimit është që secili nga përgjegjësit e fushave të dalin në terren, të flasim me atë fermerin, të flasim me atë blegtorin dhe të krijohet mundësia që të
arrin ta kuptojnë qa po ndodh me këtë proces, se nuk do t'jetë një proces i thjesht. Unë e kam vënë re, e kam ndjerë, sepse ka patur, ato që kanë dalë deri tani, ato që do vazhdojnë dalin, por kjo punë nuk bëhet vetëm, po ju them, kjo punë do një bashkëveprim shumë të madh, të kujt, të shoqërisë civile, që merret, që ka në fushën e vet objektivat caktuara. Patjetër parlamenti duhet të jetë pjesë, patjetër qeveria e ka detyrë, por duhet të angazhohen të gjithë që në mënyrë që ne ta realizojmë këtë gjë, që edhe ai fermeri që është atje larg dhe ashtu siç këtu diskutuaj që ka shumë vështirësi, ta kuptojë që kjo punë nuk bëhet individualisht, ta kuptojë që kjo punë ka ardhur momenti që duhet të jenë pak më të bashkuar. Pra, duhet t'jenë pak më të strukturuar, në mënyrë që të përballojnë atë që është procesi i integrimit që do ndodhi, sepse me fjalë bukura e themi, por ne duhet dalim në terren, dhe kjo dalja në terren, unë duhet ju them, duhet bëhet për çdo sektor, po bujësia dhe blegtoria e ka thelbësore. Pushteti vendor, universitetet kanë rolin kryesor, sepse janë modele që i kanë bërë vendet e tjera. Kur folet për diasporën, për gjithë atë diapazonin e madh që ne kemi jashtë vendit, më kujtua nisma gati për Shqipërinë e ndërmarrë nga kryeministri Rama para disa vitesh, i cili ftoi të gjithë kapacitetet që janë jashtë për të ardhur, për të investuar, për të kontribuar për vendin, ndërkohë që vitet rrodhën, u bën disa komisione ku zoti Rama shfaqej me ekipin e tij duke intervistuar edhe si një lloj mesazhi kapacitete ndryshme që jetonin dhe vepronin jashtë shtetit, ndërkohë që kjo nisëm u zhduk dhe nuk u pa më se çfarë ndodhi me këtë nisëm. Nuk e di nëse ju kujtohet zoti Dervishi ky. Pra, kur flasim për projekte të tilla, mbase duhet që të nisin, janë të bukura në fillim, po të çohen deri në fund të paktën. Andrea, nëse më lejon, në këtë moment, domethënë, është shumë interesant ky diskutimi për diasporën, dhe po të shikosh për shembull me një sy të ftohtë në distancë, çfarë ka bërë vendi për diasporën, domethënë janë bërë disa gjëra. Në Itali morën pensionet, edhe është një gjë mirë shumë. Ka një kujdes të shtuar për gjuhën shqipe, ka disa programe, edhe nuk vinë më për dokumenta se kanë aksesin. Edhe çështja e patentave gjithashtu ka qenë. Çështja e patentave që po vjen. Pra, domethënë në këtë drejtim ka disa gjëra konkrete. Tani pyetja për të ardhur, ne do ta marrim përgjigjen nëse japim përgjigje pyetjes pse ikin njerëzit. Se vazhdojnë ende të ikin. Do të thonë njeriu ikën për një jetë më të mirë. Që të vi këtu, ai do të vi për të bërë biznes. Ajo që ne po diskutonim, do të thënë kapitalizëm pa garë, kapitalizëm pa rregulla, kapitalizëm që urrejmë kapitalistët. Pa demokraci.